Miq të nderuar, do të jemi sot me një zë që ka qenë për herë në qendër të debateve publike, por ka qenë dhe një zë aktiv dhe një zë i fuqishëm. Hidajet Beqiri është sonte me ne. Mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jemi bashkë, aq më shumë për konsideratat që kam, edhe si krijuese, edhe si, domethënë, një vajzë e letrave shqipe dhe ke një emër shumë të mirë. Po më gëzon shumë. Dua ta nisim pak nga kjo që unë prezantova, pra një zë që gjithmonë ose i ke ndjekur debatet publike ose të kanë ndjekur. Po, jeta jonë faktikisht është e mbushur thuajse për ditë me ngjarje, madje edhe kur nuk kemi ngjarje ne i sajojmë, edhe gjithmonë i kemi krijuar probleme veteson, flasë si shoqëri, flasë si atë dhe, si vend. Përjedhoj, qytetari duhet flasi, duhet a thot mendimin e vetë. Unë jo thjesht, domethënë, e kam bërë detyrën në këtë drejtim dhe me modesti e them, po gjithsesi e kam bërë detyrën, jo thjesht si qytetar, por kur ke zë si qytetar, edhe këtë pastaja e mbush me profesionin tënd, me profesionalizëm, e mbush me përvoj jete, e mbush edhe me një lloj veprimtarie që ke në fushën në gjitha fushat e jetës, po posaçërisht në fushën politike. Atëherë nuk e pse të qëndrosh indiferent edhe të mos flasësh. Së paku, nga 10 janari vitit 1991, kur themelova Partinë e Unitetit Kombëtar dhe më zgjodhën kryetar të saj, partia e cila ende, domethënë, funksionon, është në jetën politike shqiptare, më parë ishim në parlament, kurse tani jemi, domethënë, vetëm pushtetin vendor. Kemi disa këshilltar bashkiak, thuajse në gjithë Shqipërinë që kemi fituar, po. Atëherë edhe përvoja është e madhe, kështu që derisa kam qenë aktiv gjatë gjithë kësaj kohe, domethënë për më shumë se 35 vjet, edhe dua të qëndroj deri në fund aktiv. Na ndodh të gjithëve që në gjithë rrugtimin që bëjmë, të kemi gjëra që na krenojnë, të kemi dhe gjëra që na bëjnë ta ulim kokën në një sens. Por ju jeni edhe persona më të debatueshëm, po them, sepse keni prekur dy sisteme. Kur them ju, nuk e kam personalisht për ty, por për gjithë gjeneratën tuaj. Por ti ke qenë në disa pozicione që edhe je lakuar. Dhe duke qenë që programi im është një profil. Ka gjëra që të bëjnë krenar, ka dhe gjëra nga ato që ke dashur t'i harrosh. Në fakt, i përkas jo vetëm një brezi, por nga ana tjetër edhe si individualitet që e kam filluar shumë herë të marrurit me politik, do thoshja unë, me politik sot, se atëherë nuk i thoshim neve që po merrem me politik, se ishte ndaluar të merresh me politik. Me politik duhet të merresh vetëm udhëheqja e lartë atëherë e kohës. Madje edhe ata thoshin vetëm partien verë, domethënë. Por qysh në moshën 16 vjeç, që kam filluar punën në sektorin e naftës, në Patos, më zgjodhën sekretari i një të gjithë ndërmarrjes. Po ishin shumë rinj, ishim 300 e ca të rinj atje ndërmarrje dhe unë isha, domethënë, sekretari i një si tyre. Pastaj më qelloi që në moshën 17 vjeç, pa mbushur 18 vjeç, unë bëra sekretari i rinjësi rrethit Fierit. Ju e dini se çfarë përfaqësohen rreth i Fierit, edhe i ka patur të gjitha këto që sot i kanë si bashki këta, por me Roskovece, me Ballshe, me Patose, me të gjitha, ishte qendër e madhe. Fieri ka qenë rreth shumë i madh, jo vetëm shumë i madh, por një rreth intelektualësh, intelektual të shquar, do thoshja unë, sepse vetëm industria e naftës kishte, domethënë, me qindra inxhinierë, ekonomistë të zotë e tjera me radhë. Bie fjala vetëm e Instituti i Naftës aty në Fier, domethënë institut që kishte mbi 300 inxhinierë, geologë nga më të famshmi, domethënë aty në Fier. Dhe unë isha sekretari i nisi rrethit. Më vonë pastaja
më qelloi, domethënë 20 e pa mbushur 21 vjeç, më bën drejtor ndërmarrje me 650 punëtor në kantierin e ndërtimeve, ku ndërtuan veprën e Ballshit, domethënë atje rafinerinë e naftës në Ballsh. Një vit punova atje dhe pastaj ndodhi sa trazirat mëdha dhe i kemi parasysh neve atë plenumin e Komitetit Qendror të partisë të asaj kohe për daljen e grupit armiqësor në ideologji, në kulturë e këto tjera, por pregu dhe rinin ajo. Edhe me që pregu dhe rinin u bën ndryshime të mëdha, domethënë gjithandeja, unë isha i zgjedhur antar i byros i Komitetit Qendror të Rinisë, 13 ishim gjithsej në tërë Shqipërinë, që isha në këtë moshë, po u them. Dhe në vitin 74, pastaj u zgjodha sekretari i parë i Rinisë i Fierit. Dhe aty u shtrua alternativa, do vete në universitet, apo do vetë bëj ushtrin 3 vjetë, se ishte e detyrueshme ushtria. Edhe zgjodha alternativën që t'jepja dorëheqje nga sekretari i parë i Rinisë, me rrok të mirë atje e tjera, që të vazhdonja juridikun dhe erdha në fakultetin juridik. Kam punuar gjyqtar bas universitetit, në Skrapar fillimisht, dhe pastaj kam qenë kryetar gjykate në Krujë. Isha vetëm 28 vjeç, domethënë kur kam filluar punën si kryetar gjykate. Të mos harrojmë një gjë që kryetarët e gjykatave ishin në nomenklaturë e sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë Punës të asaj kohe. Edhe kur jam emëruar kryetar gjykate në Krujë, ka firmosur, domethënë Enver Hoxha. Kam atë vendim. Pra, kam qenë kryetar gjykate. Neve privilegjuar në atë kohë? Jo, në fakt, ishte detyrë, unë mbarova shumë mirë fakultetin juridik, me mesatare 9.9, domethënë gjithë 4 vjetët e universitetit dhe mbrojtjen e diplomës me 10. Ishte fat i madh, sepse kishim një tru pedagogjike të jashtëzakonshme, do thoshja unë, profesor të shquar, të cilët na dhanë një kulturë dhe na dhanë një profesionalizëm të tillë që unë fal atyre, më thënë, u bera pasaj një juriste dhe sot që thonë është avokat i mirë, po fal asaj shkolle dhe atyre profesorëve që kishin mbaruar gjithë thuaj shumica në Perëndim, edhe që ishin me të vërtet njerëz në radhë parë, pastaj me intelektual kalibri, por edhe profesionist jashtë zakonisht të zot. Kështu që ajo më beri që e kisha të lehtë faktikisht edhe punën atje kur isha kryetar gjykate në Krujë. Por të mos harrojmë që edhe në atë kohë kishte bryla, kishte intriga. Taftit janë sulmuar gjithmonë, por u pata fatin e keq se në asaj kohe, sepse ndodhi u zbulua gjoja grupi armiqësor i naftës, edhe që kishën përberje, do më thënë që u futën atje dhe u pushkatuan, ata jo Abdyl Këllezi, jo Koço Theodosi e tjerë, por një ndër armiqët e naftës u cilësua dhe Piro Gusho, që ishte sekretari i parë i Partisë i Fierit. Unë sekretari i parë i Rinisë i Fierit në atë kohë dhe sa kisha ardhur në universitet, dhe do më thënë pas 2 muajve që erdha në universitet unë, plasi grupi armiqësor atje. Edhe u trajtova dhe unë si një ndër të grupit armiqësor, do më thënë të naftës, sepse thanë që ka pat marrëdhënie shumë të mira, do më thënë me sekretarin e parë të Partisë të Fierit, Piro Gushon, edhe Piro Gusho thoshin e ka këtë si djalë të 4 se 3 djemë kishte ai, edhe përjedhoi u dërgoi një letër nga Komiteti i Partisë në universitetet e Fierit dhe thosha që të trajtohet dhe ky si pjesë këtij grupi. U përjashtova nga partia punës atëherë, si isha antar i Partisë Punës, student dhe isha antar partie. Më përjashtova nga partia, me letra e stërletra, u desh ndërhyrja e Justikapos atëherë, e shfrytëzova, do më thënë, një takim që, do më thënë, mora unë, por edhe sekretari i partisë që kishim neve aty, një ambasador i shkëlqyer i Shqipërisë, Piro Vito quhet, dhe që ishte ambasador jonë në Rumani, më pas, i cili e trajtoi si duhet problemin tim, tha që nuk duhet ta çojmë domethënë luftën e klasave deri tek një djalë i ri siç është ky që lidh këtë me armiqtë e tjera. Edhe u ktheva në kandidat partie. Po kjo faktikisht më ka rënduar pasaj gjithë kohën, se më pas ndodhen edhe disa ngjarje të tjera, siç që
ajo e vrasjes, apo vetvrasjes Mehmet Shevut, të cilin unë e kam edhe na fshati im, do më thënë, andej, por duke qenë në rolin e kryetarit gjykatës në Kruj, kisha, do më thënë, disa takime kisha bërë me te, edhe marrëdhënie, do më thënë, deri dhe në familje kam qenë të ish kryeministrit Mehmet Shehu, i kisha dërguar letra, më kishë këthyrë përgjigje, I ruan letra? edhe të shpjegoj historinë e letrës, edhe në momentin që më dërgoj një letër që ishte me të vërtet shumë, do më thënë, dashamirë, se ajo ishte, unë atë letër e lexova në kolektivin e gjykatës, për të mburë, kuptohet, që ja kush më dërgojnë letra mua, mirë po ajo beri që një brendshëm aty që ishte kushiri i pari Lenka Çukos, Lenka Çuko i kishe marrëdhënie tek Kia me Mehmet Shehun, atëherë ai bëri një letër Lenkës, ja shpjegoi këtë historinë time, edhe filloi kalvari i goditjes, më goditën, do më thëmë, pastaj në vitin 1986, më përjashtuan prap nga partia, më arrestuan, më kanë mbajtur 4 muaj, më thënë, para burgim. Për çfarë? Falë, por erdhën bën një kontroll pastaj në gjykatë edhe aty, do më thënë, filluan nga kontrolli që djende çfarë shkelje ka, çfarë nuk ka. Administrativt? Nuk ishte edhe shkelje, sepse këta dashakeqësit kanë propaganduar, do më thënë, edhe kështu vendimin gjyqësor të asaj kohe, edhe nuk u vjen zore, turp, që kur e lexon atë, e shikon që çfarë ishte diktatura, edhe si, do më thënë, si i vriste njerëzit e vet, edhe pa, do më thënë, pa absolutisht asnjë lloj faji. Është krijuar një përshtypje që keni qenë i privilegjuar, aty pushteti i privilegjuar edhe i këtij pushteti. Po kjo është e keqja, por edhe në këtë kohë, do më thënë, u gjetë si sebep një gjyq që kishte bërë pikërisht ky personi që unë kisha si nën kryetar gjykate dhe ishe kushiri i pari Lenka Çukos, i cili është bërë i ndjerë tani, në Fieri ishte, edhe ky personi kishte bërë gjyqin një gruaje të vjetër atje, 80 vjeç ajo, që kërkonte të merrte pensionin, por nuk figuronin dokumentet e vjetërsisë në punë, se ishin ndjegur. Edhe duhet bëjë një gjyq që ta hetonje me dëshmitar, me që a ka punuar, as ka punuar realisht kjo, dhe sa vjet ka punuar në këtë lendën ndjekse që i quhesh kjo ndërmarrje në atë kohë. Edhe ky kishte rënë shkurt dhe nuk ja dha pensionin. Ajo e ankimoi vendimin e gjykatë lartë, dhe gjykata lartë e prishi vendimin e ktheu për rigjykim. Në rigjykimin e mora vetëm çështje, si kryetar gjykate. E mora me precedencë, në fakt që ata zgjidhja siç duhet. Edhe gjyqin ja kanë bërë atje në fshatin ku ajo jetonte në Gallat, domethënë një fshat shumë malor të Krujës, të Kurbinit. Kur kanë vajtur në shtëpinë e saj, kësaj gruaje të vjetër, siç thash, unë atje kam parë një tmerr, domethënë, të vërtet, në çfarë aspekt? Në aspektin që ishin shumë fëmijë atje në shtëpi, ata nuk ishin jastek, po kishin trunje druri që përdorin, domethënë që flinin. Edhe nuk bësh fjalë për shtresa, rroba e tjera me radhë. Edhe mbasi e hetova çështjen, unë ja dhash të drejtën, domethënë asaj ja dhash pensionin. Mirë po, një shef e kuadrit që duhet vinte në gjyq, edhe të thoshte në gjyqin që bëm atëre që dokumentat janë ndjegur. Dhe këtë dokumentat janë ndjegur, ajo shefja e kuadrit e përdorte të paktën 4 herë në ditë në gjykatën tonë, se 4 gjyqe në ditë bëheshin pikërisht në atë ndërmarrje që ishin ndjegur dokumentet. Por për çdo proces duhet shkruar formalitet që duhet janë ndjegur dokumentet, e prandaj domethënë po bëjmë gjyqin e që t'ja njohim vjetërsinë punë. Dhe ajo shefja e kuadrit nuk më erdhi mua në gjyq. Gjyqi duhet mbaronte, se ishte afati maksimal 1 muaj që duhet mbaronte. Edhe unë e merr në telefon dhe i them që pasaj hajde, s'ka ardhur në gjyq, ku je? Më tha mua, unë ngela për ditë, na 4 herë ditë për ditë aty, për të thënë të njëjtën gjë, tha. Edhe për martën, tha, ju keni marrë vetë, një 15 ditësh që na figurone që janë dokumentet, ajo ka marrë rrogën, tha, dhe ka hedhur firmën. Pastaj s'ka me dokument tjetër, nuk gjendet si janë ndjegur këto. Këtë do them unë, tha. Edhe ne, sekretari im, proces verbalin gjyqësor, thatë këto fjalë që dëgjoj. Ai që erdhi bëri kontrollin dhe që dërgoi Lenka
në atë kohë, a i tha që a ishte prezente vetë ajo, ti thoshte ty në sallën e gjyqit, jo nuk i tha, po i tha në telefon. Kjo quhet falsifikim, edhe kjo që sebepi, që filluan pastaj ata, jo je armik me Mehmetin, jo grupi armiqësor i naftës, atëre ke shpëtuar kohë. Ben lidhjen të gjitha pastaj, edhe Pirogushos, e Mehmetit e të gjitha, dhe kjo që shkaku që edhe më përjashona partia atëre edhe, por që fati mathi imi që në trupin gjykus mbas 4 muajve, ishte një, më thënë, që u bëm vonë edhe në kryetari gjykatës lartë ai edhe që ishte avokati mirënjohur sot Shevqet Muçi, ai ishte kryesues antar i gjykatës lartë, një Bardhyl Bejo që ishte instruktor i komitetit qendror të partisë, njëri tepër i logjikshëm, flas gjithmonë për vitin 86, të cilët gjykuan jashtëzakonisht mirë, i hodhën poshtë gjitha akuzat që mbeni se ngritën plot ata pastaj edhe këto politike dhe të tëra, ati që mi rreshtuan të gjitha, edhe atë ditë që u bë gjyqi më liruar edhe në këto 4 muaj të burgut. Kjo ka qenë ajo historia me dhimbshme e asaj kohe. Tani kam qenë, thot dikush, i privilegjuar. Nuk ishte problemi se isha i privilegjuar, pa atëre ligjet e kohës ishin tilla që favorizoheshin i farë kuptimi ose u jepej dora atyre njerëzve që vinin nga klasa punëtore. Dhe unë isha punëtor në naftë, e fillova me 3 turne atje në naftë. Por, si që thash, do më thënë, lexonja shumë, i shkëlqyer në mësime e tjera, dhe ata më dhanë dorën, më ngritën përgjegjësim për sekretari një rrethi e tjera me radhë. Edhe i kam gjitur pasaj shkallët e karrierës, sa në gjykatën e Krujës, duke qenë kryetar gjykate, festonte 65 vjetori në Aranit Qela që ishte kryetari i gjykatës lartë, dhe ne i kishim vajtur atje. Në atë kohë kishte vdekur Enver Hoxha dhe ishte Ramizalia, do më thënë, që kishte drejtimin e vendit. Erdhi Ramizalia në këtë përvjetor të lindjes Aranit Qelës, edhe i tha Aranit, tha, aty në bisedat e shumëta që bëm, që i thua tha që nuk kam zvendësuesna për të dalë në pension. Ja ku e ke zvendësuesin, tha, dhe i tha për mua. Ja, ky është kryetari i gjykatës lartë. Ajo ishte dita më e zezë faktikisht për mua, se mbas asaj dite pastaja filluan letra anonime të shumta edhe derisa zuri vend letra për Lenga Çukon, që u tregova këtë histori të famshme. Kjo është historia e asaj kohe, që nuk thuhet tani, thuhet që unë jam dënuar 20 herë në burg, jam dënuar... Po, në mes të viteve 90 pate një peripeci tjetër me ligjin. U akuzove prapë për vepra penale. Ka qenë vitin 93, është e vërtet. Unë isha kryetari i Partisë i Unitetit Kombëtar, edhe drejtor i gazetës Kombi. Jam themeluesi i gazetës Kombi, ishe një gazet me, do më thënë, me emër në atë kohë të madh, jo për, do më thënë, për vetë lëvdat, por ishte gazeta Koha Jone dhe Kombi, këto dyja ishin. Kishe gazeta tjera, Redeja, që ishin këto, por fuqi opozitare, Kombi e kishte më të madhe edhe nga Zëri Popullit dhe nuk mund të krahasohej. Po edhe si tirazh. Kishe redaksi, kishe staf? Po, si, staf të madh, me kryeredaktore, me gazetare, me gjitha dhe gazetarë që kanë bërë emër edhe në bazë, do më thënë. Mark Marku, keni parasysh debutetin e PD-s, dhe më hoj njëra i këtë gjë, nuk më njifte mua derisa i nxora borderote pagesave që kish marrë aty. Edhe në këtë kohë, ne faktikisht ishim në opozit me ish presidentin e atëhershëm Sali Berisha, në opozit tepër të fuqishme, sepse edhe njohjet e mia, po edhe pozicionet që kisha, duke qenë antar i byros i Komitetit Qendror të Rinisë, kam patur lidhje të tilla që më jepnin informacion të shumt, të fort, që ca gjëra nuk thuheshin. Dhe qysh atëre, domethënë, që në kohën e monizmit, unë kam mësuar që Sali Berisha ishte agent i serbëve. Edhe kur u bë presidenti i Republikës, me thënë drejtën, me zhdukur një çudi e madhe, thash sa të fuqishëm janë serbët, domethënë. Dhe isha në opozicion, domethënë, nuk pajtohesha me të gjithë veprimet e tija, sepse veprimet e tija ishin realisht ishin anti-shqiptare. Dhe kur në Shkodër, ai ish president, shkoi Fatos Nano të bënte një takim me
simpatizantët e tija të partisë të Shkodrës, Sali Berisha nxori grupin e vet edhe nuk e lini që të futesh në sallë. Gjithmonë me atë që Shkodra është demokratëve, dhe partisë demokratike. Flas për vitin 93. Edhe u bë atje ju krijuar një situatë shumë e rëndë, sa edhe mundet të kishte pasoja edhe për jetën e vet, Fatos Nano. Dhe në këtë drejtim, mbasi u prish atij mbledhja dhe u bë atje një katrahure madhe, e rëndë, ngjarje shumë e rëndë, unë prisja një reagim nga presidenti i Republikës, Sali Berisha, që këtë thoshte që jemi në demokraci, fjalë e lirë, ai është kryetari i opozitës, ka drejtë dhe ai, të flasë antarëve të vetë e tjera, s'kemi pse i prishim mbledhjet dhe veprojmë kështu e tjera. Këtë prisja. Kurse ai deklaratë e tij që çfarë donte Fatos Nano i vajti në Shkodër, ai, e di që Shkodra nuk i urren socialistët, kështu që ja kanë bërë mirë. Dhe unë të nesërmen e kësaj ngjarje në gazetën Kombi, me atë pseudonimin tim Arbër Kastrioti, për një kryeartikull në gazetën Kombi, Sali Berisha, 2 pika, ti e vrasës i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Dhe Saliu e kishte marrë atë shkrim, atje në faqen e parë dhe të dytë që vijonte ajo, e kishte nënvizuar me ato të verdhat kështu në të gjitha, edhe te gazeta urdhëron arrestimin tim. Dhe u arrestova, për shpifje ndaj presidentit të Republikës. Donin të më arrestonin, në burg, por falë 2 prokurorëve, të cilët ishin profesionistë zot, edhe ashtu kanë ngelur. Fatmir Fagu që është njeri, edhe avokat ka punuar më mbrapa, dhe Shkëlqim Ajdari, i cili sot është prefekti i Tiranës. Ata thanë, do ta çojmë arrest në shtëpi. Po me gjithë shtëpinë unë e kisha në Kruj, edhe vepra penale ishte kryer këtu në Tiranë. Atëre më thanë, po ke shtëpi? S'kam shtëpi, thashon, kam vetëm zyrë. Po në rregull, tha, arrest në zyrë. Edhe jam i pari në historinë e shtetit dhe drejtës së Shqipërisë që me zhdhen arrest në zyrë. Kam ndenjur rreth 4 muaj, por pastaj kuptohet që mora pafajësinë edhe më liruan në burg, se kuptohet pati reagimet fuqishme në atë kohë, e para u konsiderova si i burgosur i parë politik i Sali Berishës, dhe këtë e bëri me një raport Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili, e citonte që çfarë kisha thënë unë e tjera, tha që është fjalë e lirë, nuk s'duhet këtë me të burgosur politik e tjera, aq më shumë në rolin e gazetarit, se unë isha si gazetar e bëra atë shkrim. Nga ana tjetër, Amnesty International më konsideroi të burgosur politik me dëshmi për këtë çështje. Edhe kjo që ajo që më ndihmoi në atë kohë mirë, po Berisha e vazhdoi faktikisht betejën, se edhe ne vazhdonim betejën e luftës kundër tij, ai kundër meje. Unë i Unitetit Kombëtar bënim edhe alianca me Partinë Socialiste, edhe u pozicionuam në një mënyrë të tillë që ai armiku im dhe unë armiku i tij. Dhe në vitin 1995, kur ai, i kishte bërë gjitha sondazhet edhe ishte bindur që i humbiste zgjedhjet e majit të vitit 1996, sepse testimet ishin fill, as 4 muaj nuk vazhdoi në marrja e pushtetit ai në vitin 92, sepse në mars të 92 fitoi pushtetin, në qershor të vitit 92 ati u muar pushteti lokal nga socialistët edhe nga ne Uniteti Kombëtar, se ishim në koalicion atëre. Në atë kohë kam fituar partia ime rreth 6 komuna, fituam edhe ne, po ishim bashkë në koalicion, i humbi ato zgjedhje, bëri testimin e madh ai për kushtetutën 1994, ne humbi rend dhe atë, dhe ishte i bindur që në zgjedhjet që vinin atë gjitha llojet e testimeve i humbiste zgjedhjet. Dhe në këtë kohë nxori ligjin elektoral i cili e favorizonte atë që fakti e fitoi në 96-ën apo që ndodhi pasaj precedentit në 97. Ja, këtë do them. Edhe në 95-ën, pra, bëri një projekt ligj që do të kalonte në parlament, por që ishte një projekt ligj elektoral i cili e jepte atija në tavolinë fitoren.
Unë dola kundër ti edhe si jurist, duke i bërë analizën, për edhe në gazetën Kombi me shumë shkrime atëherë, me një rol tepër aktiv, edhe shkruajtë një shkrim ata në gazetën Rilindja Demokratike, Tritan Shehu, që ishe kryetar partia atëherë, dhe tha që zgjedhje do bëhen në Shqipëri, tha 96-ën, pavarësisht se unë thash bëra thirrje që atëherë 95-ën, që po u miratua ky kod, nuk duhet dalim zgjedhje fare. Edhe i tha Korbat, tha si Ideet Beqiri, tha që duan mos nxjerrin popullin në zgjedhje, do marrim mësimin e duhur. Edhe më arrestuan prapë në vitin 95, Saliu. Këtë radhë, do më thënë, u akuzova si genocidist antikomunist, duke më renditur mua me udhëheqjen e lartë atëherë të byros politike. Genocid, do më thënë, me Ramiz Alin, me gjithë ata udhëheqësit e partisë punës atëherë të asaj kohe. Krime kundër njerëzimit. Krime kundër njerëzimit. Edhe gjykatat e Saliut kuptohet atëherë më dënuan 15 vjet burg. Kam bërë një vit burg në bench bashkë me Fatos Nanon, ai te qelia 5 dhe unë te qelia 3. Faktet ishin idioteske, sepse ishin falsifikime, sajesa që bënte Saliu në atë kohë, sepse thoshe që unë kam internuar, domethënë kam qenë komision internimi. Në fakt, kryetari i gjykatës nuk është komision internimi, se kryetari i gjykatës gjykon edhe ka internimin si e kishte atëherë si dënim plotësues në kodin penal, edhe nuk kishte lidhje, s'kisha qenë unë asnjë lloj komisioni internimi e tjera. Në fakt, kishte vendime gjatë kohës tënde, kishte absolutisht jo. Po si janë komision, kur si janë komision, çfarë vendim do jepte? Komisionet funksiononin pranë komitetit ekzekutiv, të rrethve atëherë, kryetari i komitetit ekzekutiv ishte kryetar i komisionit të internim të bimeve në atë kohë. Edhe përgjigjesh Ministria e Brendshme, s'kishte lidhje me gjykatat ajo çështje. E nejse, domethënë, edhe pas këtij dënimi, bëm rekurs në gjykatën e lartë, edhe gjykata e lartë më dha pafajësinë për këtë. Jo vetëm më dha pafajësinë, por edhe një dëm shpërblime mora në atë kohë për burgimin e padrejtë, një vit e ca që kishim bërë. Morja 21 milion lekë të vjetra, domethënë kuptohet, në atë kohë. Kështu që këto janë të gjitha dënimet e mia në kohën e Saliut. Kuptohet, kanë qenë të rënda, ishin politike, ai një hakmarrës primitiv, por nga një anë, domethënë, do t'i jepja drejt në thonjza, pse? Sepse jo vetëm e kam patur të vazhdueshme luftën kundër tij, si njeri që mu vërtetuan ato që i thash, ti e vrasës i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, se faktikisht ai e vrau Shqipërinë dhe shqiptarët, posaçërisht në 97-ën e pam se çfarë bëri, madje, më thënë unë me prova e me fakte, i kam argumentuar atia, kur the me prova dhe me fakte të forta, edhe që vrasjen e 2 prillit, vrasjet e 4 martirëve atje, i ka bërë Saliu. Më thënë ai ishte kryesori, jo vetëm frymëzuesi e tjera me radhë, por edhe që kërkoi ndihmën e UDB-s serbe, dhe ata ishin ekzekutorët faktikisht, që i vranë këta 4 djem atje në Shkodër. Pastaj edhe ngjarjet e tjera e treguan se kush ishte Berisha dhe sa drejt kisha unë. Me Mehmet Shehun thatë që kemi pasur dhe miqësi familjare. Jo në kuptimin e miqësisë, domethënë kështu familjare, se s'bënje dot miqësi me atë njeria, ishte një burr i jashtëzakonshëm, burr i madh, por burr i madh shteti, edhe kryeministri si jam i bindur që nuk i vjen dot me këtij vendi, pavarësisht sistemit kur ishte ai, po flas gjithmonë në aspektin e shtetit, sepse edhe në diktaturë, edhe në demokraci, edhe në çdo lloj, domethënë, shteti është shtet, ka institucionet e veta, ka njerëz e vet që drejtojnë, edhe me radhë. Por ai me të vërtetë ishte kryeministër, një që e drejtonte ekzekutivin e këtij vendi në një mënyrë domethënë brillante. Edhe sa ish gjallë ai s'kishte probleme, domethënë, edhe në fushën ekonomike. Vdekja e tij pastaj ai mori shumë gjëra me vete ai. Por në aspektin që marrëdhënies tuaj. Domethënë ai më kishte njohur, disa lon kongrese të rinisë që unë flisja, diskutoja, ai ishte i pranishëm edhe dëgjonte.
Pastaja e deshi puna që 1 vit, stazhin e partisë unë të benja në fshatjen e tia, do më thënë atje në Corush, në Afjeri, sekretarini e që ishja, më qua 1 vit atje në fshat se vinde keq shumë, ajo si kooperativ ku Corush, dhe në shonë disa kuadro të Fjerit ata, midis të tjerëve Femi Abdiun, që sot është, e dini, ish kryetari gjykatës kushtetuese, një Moja Lazar Moja ka qenë drejtori i kinoteatrit Fjerit. Morën disa që na quan atje në fshatin e Mehmetit që ta rregullonim atë kooperativ, domethënë të dilte na prapambetja. Edhe në momentin që punuam atë 1 vit atje, na u desh të vinim për vizitë në ditëlindjen e Mehmet Sheut në vitin 1973. Ka qenë, kishte 60 vjetorin e lindjes atëherë ai, se 1913 ka lindur, edhe në atë ditëlindje u njohëm më mirë, ai domethënë kishte marrë dhe informacion tjetër, është bërë një diskutim atë ditë në familjen e tij sa vlen për një libër të tërë, dhe unë thoj se e kam shkruar atë libër, me një takim të vetëm, se çfarë biseda bëri, çfarë i tha me tjera me radhë, ka qenë jashtëzakonisht interesante gjithë ajo lloj bisede, dhe aty pastaj, domethënë ai më dha shumë afrimitet, dhe pastaj kur unë vazhdova, bëra kryetar gjykate e të tjera, kishim korrespondencë në këtë aspekt, jo miqësi domethënë familjare, kështu që të hynim e dilnim, por në këtë më njifte mirë dhe kisha patur disa kontakte. Besoni ju, zoti Beshiri, që u vetë vra Mehmet Shehu? Jo, e kam shpjeguar këtë gjë, pavarësisht që mundohen disa ekspert që ta quajnë vetvrasje dhe argumentojnë ata, kanë ato provat e tyre e tjera me radhë, por jo thjesht nuk e kam besuar, por edhe si profesionist, ajo është një vrasje faktikisht. Dikush thot që ai me karakterin që kishte, nuk duronte dot, domethënë çfarë i ndodhi, edhe sidomos ata që u hodhën kundër tij, dhe çfarë skenari ishte faktikisht ai, është e vërtet në fakt që ishin përgatitur me kohë kushtet që do të binde regjimi, do të rrëzohej regjimi komunist. Dhe që të rrëzohet një regjim, në radh parti duhet të heqësh ato koka që e mbajnë fort, domethënë ato regjime, shtyllat e atij regjimi. Dhe fillimisht u hoq qafe Hysni Kapua, këta thonë që vdiq na kanceri, domethënë e tjera, dhe ishte sëmundje pashërueshme, se kam besuar as atëre, se kisha arsye për të mos ta besuar. Kur them kisha arsye, kam parasysh faktin që ai që ishte kryetari i grupit të shoqërimit Hysni Kapos, si Sulo Gradeci tek Enver Hoxha, pra numri 1, që ai ishte burri tezës time, kishte marrë për grua, domethënë, motrën e nënës time. Edhe unë kisha në Gjipaja, një burr i jashtëzakonshëm i nderuar, të cilin Hysniu e kishte korrier në luftë, domethënë atje në brigadën e 5, edhe që e mbajti, domethënë gjithë kohën pasaj e mbajti pas vetes, dhe ai qëndroi besnik deri edhe në Paris kur vdiq Hysniu, ai e shoqëroi e tjera, edhe solli pastaj këtu në Shqipëri të vdekur, ndaj një ca kohë pastaj dhe me Viton e tjera. Dhe prej tij unë kam marrë shumë informacione të forta që e eliminuan fillimisht Hysniun, pastaj do i vinte patjetër radha Mehmet Shehut, sepse po përgatitesh ardhja, domethënë në pushtet e Ramiz Alis, edhe Ramiz Alia me Nexhmi e Hoxhën, domethënë mund t'i bënin ato që bën faktikisht. Dyshon që mund të jenë këta 2 autorët që fshihen pas kësaj? Po, këta janë kryesorët, këta janë, por ekzekutor nuk janë këta. Domethënë, ekzekutori pastaj është për faqen e zezë, domethënë, ish ministri brendshëm, i cili u vu para alternativës o kryeministër ti, edhe elimino, domethënë, jepi plumbin, jepi helmin dhe pastaj plumbin Mehmetit, ose do shkosh edhe ti tek Mehmeti. Brendshëm në atë kohë kush ka qenë? U bë ministri mbrojtjes pastaj më vonë ai, por faktikisht ka dorë Kadria Zbiu.
i cili ishte mik nga më të ngushtit, edhe kishin dhe të benin faktikisht me Metshehun. Por, kuptohet, ai u Po edhe Kadria Zbiu është pallarmik, më pas. Po pushkatua dhe ai vetë pastaj, sepse ashtu do vinte zinxhiri, Ramizi, më thënë, e Joshi sa mundi, jo vetëm e Joshi, por ai u do të para alternativës që do të e përdori, domethënë, sepse edhe ai u përdor se s'kishte rrugë, edhe dinte rrugën e shokëve. Domethënë, në rast se nuk do pranonje atë përdorje, do të shkonje me të shumtit, do të shkonte si të shkoj, domethënë, Mehmeti. Dhe ai në atë moment duket mendoj se mund të shpëtonte diçka nga vetja e familja e tjera, por nuk edhe kështu që Mehmetin e kanë vrarë. Kam patur një të ftuar nga Kosova në një nga episodet që kishte shumë nostalgji për diktatorin Enver Hoxha, duke rreshtuar një sër investimesh të asaj kohe. Dhe më foli për një dashuri të madhe të shqiptarëve të Kosovës për sistemin në përgjithësi, që duket pak e kanë njohur ndoshta. Dua që ta ndajmë këtë bisedë shkurt me ju. Keni nostalgji për Enver Hoxhën dhe për sistemin e tij? Jo, nostalgji nuk kam. Nuk kam se u thash juve, domethënë që isha në moshë shumë të re atëherë, edhe thjesht edhe vetëm nga xhelozia, intrigantët arritën deri aty sa, domethënë, na kryetari gjykate të më arrestonin. Tjetër punë pasaj se çfarë, domethënë, ndershmëria ime gjatë gjithë jetës, gjatë gjithë kohërave, ajo që nuk kam qenë i pleksur kurrë me asnjë lloj poshtërsie, afere, apo që të pranonja një kafe na dikush për shembull e tjera, por i ndershëm në detyrë maksimalisht, sa s'ka ku të vime, edhe kanë kaluar kaq vjet për shembull, jam i bindur që s'kan lënë gjë pa thënë për hetues të ndryshëm, për prokuror të ndryshëm, për gjykatës të ndryshëm. Dhe kam qenë gjithmonë i hapur edhe me ndonjërin që mund të ketë pretenduar, edhe mund të ketë hedhur një shpifje, bie fjala edhe në një portal, i kam thënë më thuaj emrin dhe mbiemrin, edhe të them unë kush je ti, edhe çfarë ke merituar dhe çfarë të kam dhënë unë. Edhe nuk kam patur absolutisht asnjë lloj konflikti me dikë, sepse edhe në rolin e kryetarit gjykatës isha gjithmonë njëri që humanizmin e kam patur në shpirt, sepse vinja nga një familje e tillë, nga një familje e varfër, nga një familje punëtor nafte të dy prindrit e mi, edhe në këtë, domethënë, lloj situate nuk duhesha ndëshkuar siç më ndëshkuan faktikisht. Thjesht dhe vetëm se u mendova që mund të besha kryetari i gjykatës lartë unë. Kështu që nëse flitet për të persekutuar politik, faktikisht unë duhet të marr dëshminë të persekutuarit, kurse këta horra do të thoshe, edhe të më falesh për shprehjen, të sotëm, që thonë e shajnë atë regjim, por ai regjim ka qenë i keq për tërë, vetëm pas ka qenë i mirë për mua, se më ka goditur mua, e që nga i mirë, në atë se kështu e bejnë. Domethënë, e përmendin goditjen e asaj kohe, timen. Por, pra nuk kam arsye që t'jem nostalgjik, marrë në këtë kontekst. Por njeriu duhet jetë objektiv, domethënë duhet jetë i ndershëm me vetveten edhe i drejtë. Ai ishte një sistem që nuk e zgjodhëm ne. Nuk e zgjodhëm ne shqiptarët. Ishte lufta e dytë botërore, e cila ndau kampet. Ndau kampin socialist, dhe ne na futën kampin socialist. Nuk vajtëm vetë neve, më thënë. Thanë jeni fitimtar të luftës dytë botërore, edhe në gjysmën e botës me Rusi në krye. Gjysmë e botës ishte perëndim. Vendet komuniste. Ndam, derisa, domethënë, neve nuk ishim fuqi kur u bë marrëveshja e treshjes madhe Churchill, Roosevelt, Stalin, që na lanë me Stalinin. Nuk ishim ne që vendosnim. Kështu që sistemi është tjetër, njerëzit e sistemit janë tjetër, dhe pastaj sistemi duhet analizosh, domethënë duhet analizosh me të mirat dhe të këqijat. Ai sistem faktikisht për Shqipërinë dhe ata që erdhën pas luftës dytë botërore në Shqipëri dhe që ndërtuan shtetin e diktaturës proletariatit, se kështu quhesh, edhe kishim me kushtetut ne. Domethënë, Shqipëria është shteti i diktaturës proletariatit. Çka do të thotë, thoshte kushtetuta, një klasë
pikërisht klasa punëtore në aleancë me fshatarësinë dhe intelektualët shtypin klasat e tjera, borgjeze e tjera. Kështu ishte shteti i asaj kohe. Edhe përjedhoi bësh luftë e klasave. Çka kishin qenë të pasur, çka kishin qenë ballista e tjera me radhë, ata shikoheshin me syrin që mos bëni gabime se ndryshe jeni të deklasuar dhe dënoheni, dini vendin tuaj. Kjo ishte, po ata ishin pakicë. Nuk ishim shumë se 10% e popullit shqiptar. Të tjerët bënin jetën normale. Ishim 800.000, vajtëm 3.800.000 si popullsi. Ishim 80-90% analfabet, që s'dini as shkrim, as këndim, thuaj se u bë detyrueshme edhe shkolla e mesme. Po çfarë arsimi? Arsim që nuk jam nostalgjik, por arsim model, kam parasysh veten time. Kush ishin mësuesit e mi edhe në shkollë fillore, edhe në 7 vjeçare, edhe në shkollën e mesme. Po them kapacitete, embra të shkëlqyer, profesionistë nga më të zotët. Dikush thot po me frymën e partisë, në udhëheqjen e partisë. Leri këto rashis, s'kishin lidhje këto me. Po tjetër arsimi ishte tjetër gjë. Matematika është matematikë, biologjia është biologji, kimia është kimi, fizika është fizikë, e tjera me radhë. U flas në këtë fushë. Pra ata edukuan, domethënë, një breza të tërë, njerëzish të arsimuar, me kulturë, intelektual të shkëlqyer dhe arritëm me akademi shkence, me universitet model në Shqipëri. Pra arsimi ka qenë art, që bërja i sistem. Shëndetësia, art, më vete. Nuk të linde shtetit vdisje, gjallë jo nuk të linde. Se largë qoftë të ndodhe një vdekje, do merësh, do më thënë, që nga komiteti qendror e deri në fund, edhe mjeku do vinde në burg, lere pastaja kështu tërmet në të gjitha anët, e t'internonin e tjera, jeta e njeriut, kapitali i çmuar, mjekët nga më të mrekullueshmit që kishte, domethënë koha, edhe koha e tregoi, u bën profesor të famshëm, domethënë edhe janë sot emra më të mëdhenj, s'ka ku të vej me, si afrohet askush, as i lloj brezi s'po vetet dot tek ata që kishim. Pra shëndetësia ishte shëndetësi, ishim tërë të barabartë, kjo është e vërtet. Nuk ishim të pasur, por s'kishe dallime. Se bie fjala, nëse unë, si sekretari nije, në rrethin e Fierit, në atë kohë merja 8.500 lekë të vjetra, sekretari parë, që ishte i pari i rrethit, merrte 10.500. Qa diferencë ishte? Ishin diferencat vogla, edhe pakat. Kurse Enver Hoxha merrte 15.000 lekë. Qa diferencë me sekretarin e parë të rrethit? Na 13.500, 15.000. Do më thënë, ishim thuajse të barabartë në këtë drejtim dhe rendi ishte rend, nuk diskutohesh. Ishte kjo si kuadro, se populata që punon në kooperativ kishte pagesa shumë të ulta. Po, edhe... Nuk siguroj puna, s'kishte të pa punë. Pa punë s'kishte se kishte dalë ligji i parazitëve që po mos vinjen punë, futshen burg. Se punë e kishte garantuar, gjithandej, e ke pat me ligj që... ishte detyrueshme me ligj? E detyrueshme puna. Do më thënë, ti nuk duhet të rinje pa punë, mund të zgjidhe dhe vetë, profesionin e tjera se vinje shkolla, bën një shkolla. Por, kur nuk ishe asnjë lloj profesioni ta gjende vetë shteti punë, thoshe në filan vend do vesh në punë. Nuk pranonje të vinje, shpalleshe parazit dhe pastaj dënoheshe derisa të vinje në punë. Si kisha dënuar. Po, ligji parazitëve. Pra, edhe në këtë drejtim, është e vërtet ajo që sidomos kooperativat bujqësore, sepse në shtet ishte rregulluar pagë më të ulët se 4.000 lekë nuk ishte. Domethënë punëtori i thjesht, që s'kishte asnjë gram shkolla analfabet, nuk mund të merrte më pak se 4.000 lekë, të vjetra, flas gjithmonë. Edhe kjo ishte niveli, kurse në kooperativa ishte me ditë pune, po kishte edhe përfitime tjera, se diçka edhe mbanje atje, një kopësh personale kishe, një lope kishe, 20 bakti kishe, e tjera, beshe një kompensim. Po fshati realisht, domethënë, sidomos pas viteve 1980, ekonomia e vendit, thuajse mori tatë pjetën, a ishte e organizuar që doni të arzonin sistemin, sepse ishte plan botror, do më thënë, që duhet binde kudo, si që ranë Bashkimi Sovjetike, pastaj mori me vete gjitha vendet e tjera, i gjysmën e botës, edhe u ndërtua gjithandeja, u vendosën demokracitë edhe sistemi kapitalist. Ajo është
Tjetër gjë që filluam pastaja, domethënë ekonomia edhe vendit ton, vajti në shkallën sa nuk mund të mbante me edhe varfëria ishte domethënë në kulmin e saj. Por për sa i përket problemit të jetesës, domethënë kështu, një solidaritet i jashtëzakonshëm, miqësi, nuk mund të flitet për këto çështje të tjera, pastaj të karakterit, e të moralit, shoqërisë e të tjera, ishin edukatës së njerëzve në pallat apo aty në lagje, ti ndërtoj një marrëdhënie sigurisht e vëllezër ata, kurse ne sot ballonjojmë asnjërin aty, kemi edhe përballë shtëpisë tonë. Ishin gjëra të mira që nuk mund t'ju mohosh dot, por çfarë do mohosh prej asaj kohe dhe çfarë duhet urresh prej asaj kohe? Luftën e klasave. Dhe lufta e klasave ishte aq e rënd, e banalizuan aq shumë sa ata vranë njëri tjetrin. Kjo luftë e klasave thoshin sigur po bëhet nami me kundër kësaj klasave të përmbysura. Ato janë pralla nashi, nxjerrin ca shifra këta, edhe thonë për 45 vjet, thonë janë internuar 30.000 apo janë vrarë me gjyqje e pa gjyqje, asnjë nuk dënohesh pa gjyq. Janë banalitete që nuk shkojnë. Tjetër punë se si vesh gjyqi, edhe se si sajoshin provat e tjera, domethënë është tjetër gjë. Ajo se çfarë është bërë, po jo që janë dënuar kështu pa gjyq. Por ama të mos harrojmë që sa janë dënuar atëre, domethënë edhe me burgime të gjata politike, apo neve faktikisht aq na vriten, domethënë për 2 vjet, 3 vjet na janë vrarë këtu në këtë vend. Nuk ka të krahasuar, domethënë numri i viktimave të asaj kohe me këtë. Pavarësisht i thonë këta diktatura më e egër, nuk mund të krahasohet kurrë e kurrës me këtë gjë. Edhe për këto, pra lufta e klasave ishte e tmerrshme, mbyllja. S'lejohesh, domethënë edhe kur kishe mundësi që dilje jashtë shtetit, do vinja që andeja e do thoshe andeja është zi, dynjaja, andeja po vuaj për bukë. Të paktën në kontakte të mësonin të tillë, se ne kemi patur plot miq e shokë që dilnin, edhe kur vinin që andejnë e prisim të thoshin ai gjë, ata domethënë që çfarë jetë bëhet e qysh e tek, dhe ata na thoshin gjëra të zeza andeja, sa i shkruar për shtypja që larg qoftë vetëm ata nuk duam as Europa, as Amerika, pse se kemi lulen domethënë këtu në Shqipëri, propagandë e tillë bëhesh. Pra, u izoluam aq keq në këtë vend, edhe nuk dilte edhe pula në kufi, nuk dilte dot sepse ta jepte sinjalin, domethënë atje kloni, edhe do të mobilizohesh gjithë populli pastaj që dalë kush na kaloi kufirin. Ishte e keq e madhe shumë, edhe kjo, edhe tjetër pastaj që ishte idiotësi, do të thoshja unë, dhe që e vrau faktikisht edhe ekonominë e Shqipërisë, prishi atëre me Kinën. Ne në kohën që kishim marrëdhëniet e mira me Kinën, në Shqipëri s'mungonte absolutisht asnjë lloj gjëje. Duke filluar nga gjilpera, që qeprin gratë, edhe deri tek avionët, e tanket, e uzina, ata ne mbanin ekonominë e të gjitha. Neve, domethënë, udhëheqja e asaj kohe, atje filloi me Kinën se thoshin pse vajti Nixoni që u takuar në Kinë edhe tradhtoi marksizëm-leninizmin në Kina. E u prishëm kot. Edhe na koha që u prishëm me Kinën, ky vend pastaj mori tatë pjemën. Është një gjë e bukur. Kur u prishëm me Rusin, atëre ishin ja 2 ushtarak të lartë. Edhe njëri i thot tjetrit. I thot, na mori lumi më duket. Pse i thaj? Po u prishëm me Rusin, tha, me Bashkimin Sovjetik, se kështu i thoshin atëre. E mos ka gjë, thaj, mos qaj kokën, tha, se kemi Kinën, tha. Kina, tha, tha, qaj ka, tha, 2 milion që jemi neve, tha, atje, sa bukna duhe neve, tha, atje i hanë vetëm minjë, tha, në Kinë. Kështu që mos ki merak, tha, se. Kur u prishëm me Kinën, u takuam prapë. Po tani që u prishëm me Kinën, tani tha i ku të na qoj lumi. Kështu që ne faktikisht na qoj lumi pasaj drejt rënimit ekonomik. Ne prishëm me 2 alatët tanë të vetmi dhe në të fuqishëm. Po atyre, kështu që përfundove dhe ekonomikisht, jashtëzakonisht rend, domethënë. Por ti thash pak a shumë, pra jo nostalgji, po ishin vlerat. Meqense më përmendët Tagent, Nexhmi Hoxhën, edhe Ramiz Alin, po unë dua t'i ndajmë si figura, sepse në historinë politike ata janë 2 figura të më vetësishme.
Mendojnë që Nexhmia vetë ka marrë vendime që kanë dëmtuar vendin dhe çfarë ka dëmtuar në vetvete ajo. Jo, Gjithmonë gratë e udhëheqësve kanë qenë strumbullari. Në fakt gratë në përgjithësi janë strumbullari. po, është e vërtet. Gjërave. E vërtet, jetën domethënë të vendit realisht, edhe kur janë burrat në pushtet, shumica e burrave, unë do thosha 90% e burrave bëjnë çfarë u thon gratë. Edhe ato zbatojnë çfarë u thon gratë. Ata që nuk zbatojnë atë që u thon gratë janë shkurorzuar, janë ndarë. Nuk kanë përfunduar. Para ka ndodhur. Edhe Tek udhëheqësit jo. problemi është që para se të lindte, domethënë problemi i kush do ishte pasardhësi i Enver Hoxhës, nuk ka patur çështje të kësaj natyre. Domethënë, edhe gratë e këtyre udhëheqësve, edhe vetë ata antarët e byros politike shkonin jashtëzakonisht mirë me njëri tjetrin. Nuk ishte çmira e tjera sepse e dinin, domethënë e kishin përcaktuar edhe hierarkinë që Enver Hoxha ishte i padiskutueshëm, Mehmet Shehu ishte i dyti, domethënë, por si kryeministër, por me sens tjetër në ekzekutiv. Hysni Kapua ishte, domethënë, njeriu që merresh me partinë, edhe quhesh i urti i partisë, uniteti i asaj partie, sepse edhe ku lindnin probleme, fërkime, çunitete e tjera, ai ndërtonte unitetin, i vendoste dhe pikëtonte mirë gjërat, dhe pasaj të tjerët ishin gjithë barabartë dhe dinin që nuk kishin me që të kishin xhelozi me njëri tjetrin me radhë. Thuaj se ishin barabartë, antarët e byros politike edhe gratë e tyre, domethënë, qëndronin gjithmonë i respektonin hierarkinë që kishin burrat e vet. Problemet lindën kur Enver Hoxha u smur, domethënë rend, filloi që ta linin fuqit, edhe atëre u mendua për kush do t'jetë, domethënë pasardhësi i tij. Në atë kohë pastaj filluan edhe hesapet. Dhe në atë kohë aty kanë filluar edhe devijimet e Nexhmia Hoxhës, sepse mendoi për familjen e vet. Domethënë kur mos jetë Enveri, kush do ta mbaj familjen time? Kush do të na dali zot ne? Kush do të jetë garanti që ne këto që kemi, do t'i kemi gjithmonë, edhe pa qenë Enveri gjallë. Edhe këtu, pastaj filluan, bëri krushqin me Ramiz Alin, sepse mbesën e Ramiz Alis e mori djali i saj, pra Iliri, u lidh shumë mirë familja e Ramiz Alis me Enver Hoxhën, dhe mbasi bëri këtë lloj krushqie, pastaja Nexhmia bëri, domethënë, hesapin. Kur mos jetë Enveri, Do vazhdoj pushtetin. kur të mos jetë Enveri, do jetë Mehmeti, se hysni u vdiq. Me Mehmetin do i kem të gjitha këto? Jo, Mehmeti është i ashpër, Mehmeti është, domethënë, nuk fal, nuk bën e tjera, kurse Ramizin unë e komandoj, tha Nexhmia. Në fakt i bëri hesapet gabim, se faktikisht, nëse se Ramizi nuk i doli zot, në kuptimin e mirë të fjalës Nexhmia, se përfundojnë burga jo, duke qenë Ramizi presidenti i vendit. Në atë kohë, tjetër punë se kush ishte presioni i këtyre gjerët në pushtetet e që me Berishën në krye, presioni tyre. Por Ramizi nuk i doli dot zot. Por t'ishte Mehmet Shehu në vend të Ramiz Alis, t'jeni të bindur që mbrojtje Nexhmia dhe familja e tij do ta kishte shumë fish më të madhe se sa nga Ramizi, sepse Mehmeti ishte me karakter, ishte, domethënë, tjetër njeri, domethënë, nëse i kishte dhënë besën bie fjala e Enver Hoxhës, ai e ruante deri në fund, ishte njeri besnik në këtë drejtim. Kështu që në këtë kohë, domethënë, Nexhmia derisa u varë tek Ramiz Alia, ajo pastaja, domethënë, ka ndikuar negativisht edhe në eliminimin e Mehmet Shehut, edhe në të gjithë ato trurbullirat pastaj që kanë ndodhur edhe më mbrapa në këtë vend, edhe që ka një lloj përgjegjësie në këtë drejtim. Në sytë tuaj, Ramiz Alia ishte një diktator? Jo. Ramiz Alia nuk mund t'i thuash diktator absolutisht. Në fakt,
Ramiz Alia, edhe në atë udhëheqjen e atëhershme, ishte njëri që vinte nga radhët e rinisë antifashiste. Domethënë edhe në luftë ai ishte udhëheqës rinie në luftën e dytë botërore. Edhe kishte poste të rëndësishme në këto të rinisë. Po në përgjithësi të gjithë ata që kanë punuar me rinin, edhe në kohën e luftës, edhe më mbas, që unë i kam njohur, domethënë personalisht, se rinia thoshin është krau i djathtë i partisë, domethënë e ardhmja thuish atëre. Edhe syti kemi na rinia thoshin. Gjithmonë i njëjti slogan. Po, kështu ka qenë atëre, edhe ishte e fortë ky slogan. Kështu që Ramizi domethënë erdhi nga radhët e rinisë. Por të tërë ata që ishin në radhët e rinisë ishte Nako Spiru, liberal, ishte njëri me tjetër kulturë e tjera. Fadil Pashrami, ishte ndryshe, Todi Lubonja. Ishin tërë rinisë, ishin udhëheqës rinie, edhe Nexhmia vetë. Ka qenë se edhe Nexhmia ishte, domethënë me Kemal Stafën atëherë dhe me Ramiz Alin e tjera ishin kështu me rinin ka punuar, domethënë kishin një lloj butësie të gjithë këta. Edhe kur Ramiz Alia u zgjodh sekretari i Komitetit Qendror të partisë, para njerë që ishte, nga të gjithë ata, ishte realisht ideolog. Domethënë i punonte mendja, i punonte truri, ishte i butë, nuk ishte njeri, domethënë i ekstremeve. Nëse dikush gabonte e të tjera, domethënë ai e zvoglonte përgjegjësinë, e limoste, nuk e linte tavolinën me cepa. Kështu që nuk mund t'i thuash diktator. Në rast se Ramiz Alia do t'ishte diktator, do t'ishte bërë një gjakderdhje këtu në këtë vend e papar, po faktikisht proceset demokratike këtu në këtë vend i komandoi Ramiz Alia deri në fund, i komandoi komplet, gjitha pa përjashtim, shkall, lere që thonë këta protesta këtu, kush pyese për protesta, ai shtet të shkelte me kem për 24 orë të zhdukte, na faqedheu, domethënë aq forcë të madhe kishin, por Ramizi, domethënë diti si ti bënte, si ti komandonte gjërat edhe si ti kalonte, ato kuptohet, edhe me gabime të mëdha, sepse nuk zgjodhi dot pasardhësin gaboj rend. Gaboj rend ai ose ju diktua ish tjetër punë, por faji më i madh edhe ajo që nuk domethënë nuk i falet Ramiz Alis në sy të popullit dhe historia gjithmonë do ta ndëshkojë ashpër atë, është që nxorin dritë, qoftë edhe me diktim të fortë që u bë nga agenturat e huaja Sali Berishën. Gabimi më fatal i tija dhe që Shqipëria pasaj mori 8 pjetën, sepse u shkatrua në çdo lloj pikpamje edhe që duhen vite për ta marrë veten, edhe nga pikpamja, domethënë sidomos trunore e këtij populli, e këtyre njerëzve. E ka përcejmë këtë fazë, flasim pak për idajetin në familje. Gjithandej ju shohim me bashkëshortën si një çift që më shumë janë shok se sa bashkëshort. Gjithë kohën bashkë, gjithë kohën në marrëdhënie, ndërveproni edhe publikisht. Do na e tregoni pak sekretin e kësaj marrëdhënie, se zakonisht martesa thonë një fjalë është konsum. Me ju s'ka ndodhur kështu, përkundrazi. Jemi njohur student. Ajo ishte në filozofi, unë në juridik. Edhe ne ishim një fakultet atëherë, fakulteti i shkencave politiko-juridike, quheshim në universitet, edhe kishim filozofin, degën, gazetari dhe juridik. Këto 3 degë kemi qenë bashkë, domethënë. Edhe ajo ishte në filozofi. Jemi njohur në aksion, në Visok të Fierit, atje bënim aksionin e parë ku ndërtuam me Kurudhën Fier Ballsh. Por unë duke qenë që kisha qenë sekretari i parë i rinisë i Fierit, më bën komandant asaj Hekurudhe atje, edhe duke qenë komandant i Hekurudhës, domethënë kështu, isha kështu i dukshëm. Por pastaja një mbledhje që u bë për të demaskuar veprimtarinë armiqësore të grupit të ekonomisë, unë isha i deleguar, domethënë, partia më çoi aty në fakultetit te klasa e Nexhit, ku ishte Nexhi në filozofi, bashkëshortja. Por ajo klasë ishte klasë e njerëzve të privilegjuar të filozofisë. Kush ishin ata? Ishte vajza Ramiz Alis në atë klasë.
Zana. Ishte Artan Fuga, shok klase do më thënë një Negjit, përparim Kabo, profesori, keni parasysh. Po, edhe aty unë, i ri, kuptohet edhe unë student, do më thënë, isha, por me sa duket, fola mirë, analizova mirë gjerat, edhe i bëri përshtypje Negjit edhe fillimisht mi ka ngullur ajo, do më thënë, syt, sinjalet e para mi dha ajo. Por unë pastaj verifikova se ajo ishte dhe Negji ishte antar e Komitetit Qendror të Rinisë, e zgjedhur nga Gramshi, ishte vinde nga Gramshi. Unë antar i byrosi Komitetit Qendror të Rinisë, më i madh, domethënë kështu se 13 ishim neve, kurse në Komitet Qendror ishim 121, domethënë gjithsej në tërë Shqipërinë. Edhe na lidhi pastaj puna, dhe unë duke qenë dhe antar i byrosi Komitetit Qendror të Rinisë, kisha drejt ta merrja me ndonjë grup pune ose me një ekip, domethënë Negjin, se kisha, domethënë ndikimin tim, e mora në Kruj një herë atje si të deleguar, edhe i trashëm muhabetet, u lidhëm, domethënë kështu, u dashuruam, u pëlqyem, nga ajo kohë kanë kaluar 50 vjet. Edhe 50 vjet u bëm familje mirë me 3 fëmijë, jemi bërë dhe 6 herë gjyshe edhe nen, se nuk pranor ajo t'i thuash gjyshe. Unë e pranova me qeft, thuash gjysh, kurse e tha jo, mos më thoni gjyshe, më thoni nen. U thot nipa edhe mbesave. Edhe kemi 3 nipa e 3 mbesa, jemi një familje kështu. Por kush është sekreti? Për mendimin tim, është në radh parë dashuria e sinqert. Në radh se realisht, e dashuron dike dhe dashuron me shpirt, ajo shpirtërorja nuk shkullet kollaj. Edhe i reziston kohrave, kur është dashuria sinqert dhe me shpirt, që i jepesh tërësisht dhe t'jepet tërësisht. Dhe pastaja e dyta që është kryesore është toleranca. Nuk është problemi se nuk grindemi neve, grindemi në njëre për gjëra kot, por problemi është që deri ku shkon, deri sa pranohet, edhe që të mos të tërheqesh shumë, që ta këpusësh, absolutisht. Gjithmonë duhet të riqet burri. Një marrëdhënie e mban, për mua e mban burri. Burri është kryesori që e mban lidhjen. Si do që tjetë gruaja në fund fundit tërë e gërsin që mund të ketë, apo tërë atë paknaqësin që mund të ketë, ajo i jep, edhe pastaja e shpreh me lot. Kurse burri, domethënë, burri nuk ka lotët, por pikrisht pse nuk ka lotët, do ta ketë zemrën shumë më të madhe, edhe do të jetë shumë i butë, edhe duhet të mposhtet nga lotët e gruas. Nuk do ta bëj kurrë atë që të lotoj. Edhe ta gjej, domethënë, atë mesin e artë, që edhe kur ajo është në gabim, asnjë keqje nuk ka që të tërhiqesh ti, sepse ajo di pasaj si të reflektoj, sepse e mendon që ti u tërhoqje qoftë edhe kot, po u tërhoqje për hir të marrëdhënies që duhet ta kemi gjithë jetën të pastër e të tjera, edhe kjo ka qenë jetë gjatësi për neve, domethënë. Pastaja është edhe besnikëria, në kuptimin se në njerë neve besnikërinë e lidhim thjesht dhe vetëm që ja qëndron besnike mua, apo shkoj burri me dike tjetër, apo pa dike tjetër e tjera me radhë. E shikojmë, jo në këta aspekt. Në aspektin e asaj që bje fjala, kur më kanë rënë hallet mua, që kanë patur probleme, ajo nuk është lëkundur absolutisht, po ka qenë pas meje. Ka pranuar që edhe ajo të ndëshkohej, edhe ajo të vuante, si që vuanja unë, e tjera me radhë. Nuk e ka parë veten, e ka parë gjithmonë veten e vetë brenda meje. Sikurse edhe unë të njëjtin gjë. Ka patur diçka ajo, unë kam qenë brenda saj. Pse? Sepse ajo dhe unë e kam konsideruar veten sikur jemi një. Edhe po e konsiderove që je një, gjatë vete edhe marrëdhënia dhe shkojmë shumë mirë. Jam e bindur që të rinjtë shikojnë këtë pjesë dhe dua të bëj prapë një pyetje. Nuk lodhet dashuria? Si mendon? Problemi është që nuk lodhe, po ditë ta mbash. Dhe duhet të dish ta mbash dashurinë.
dashuria lodhet kur nuk e ushqen për ditë. Edhe unë flas gjithmonë nga përvoja e burrit, sepse këta janë burr, këta e njoh unë. Edhe nuk mund të futem dot në botën e gruas. Por janë ca gjëra ndonjëherë që janë të vogla, nuk i bëjmë ndonjëherë për kapricio, ose nuk i bëjmë ndonjëherë për atë që unë jam burr e nuk mund ta ul dot veten, për atë që edhe jam me namuz e tjera. Këto e dëmtojnë faktikisht edhe lidhjen edhe dashurinë e tjera. Krenaria në një formë. Një lloj krenarie, po krenari bosh. Sepse krenarin ti tregojnë me tjera gjëra, tregojnë vende tjera, me vepra e tjera, me punë të mira, po jo në raport me njeriu më të afërt të familjes tënde, që ke edhe siç është në rastin konkret gruaja. Dhe një prekje me dorë, një kapje të veshi, një ledhatim të floku, një afrim i kokës, kur ka një eveniment, ditëlindje e tjera, një kujdes të madh, një surprizë, po surprizat të jenë të vazhdueshme, edhe njëra më e bukur se tjetra e me radhë, të gjitha këto e mbajnë jashtëzakonisht freskët dashurinë dhe duket, bie fjala tani për parantezë, që na janë martuar fëmijët, janë bërë ata me familje më vete, unë i them Nexhit, e nisëm student dhe po e përfundojmë student. Se si student sillemi edhe tani një lloj, siç bënim atëherë, bëjmë tani, domethënë me njëri tjetrin. Por në këtë drejtim, domethënë rolin më kryesor, e them pa modesti këtë, e luaj unë, domethënë në këtë. Pse? Sepse edhe më jepet për të bërë surpriza shumë të bukura, edhe përjedhoj e mbaj gjithmonë të lidhur. Dhe gjithmonë në çifte ka xhelozi, është e pranueshme. Kush nga ju të dy është më xheloz? Ajo e xheloze e madhe. Edhe në rast se kam luftuar me të, në këtë drejtim kam patur, domethënë vështirësi i pune, edhe i them gjithmonë që duhet të më japësh një lloj shpërblimi, domethënë për çka më hequr në këtë drejtim, po gjithsesi, domethënë po është një ndjenjë që po s'u kalo masa, sepse duke qenë edhe në profesionin e gjyqtarit shumë vjet, bie fjala edhe në atë kohë, domethënë kam gjykuar rreth një 800 e ca zgjidhje martese. Edhe kuptohet që mëson shumë prej tyre, prej çifteve se atëre nxirrim edhe fajsin në shkurorzim. Domethënë pyet dëshmitare, merr informacione, na lagja e gjithandej, që kush është shkaku i vërtet që u zgjidh martesa. Tani nuk e kemi këtë, e kemi hequr fare fajsin. Divorce pas ka patur atëherë. Po kishte divorce, po. Ka patur dhe atëherë si jo. Edhe në këtë, domethënë, që kam parë, ka patur xhelozi të smura, domethënë të smura deri në shkallën që ishin të paduruar dhe thuhesh ishin një ndër shkaqet e zgjidhjes martesave atëherë. Domethënë kjo tradhtia bashkëshortore, po edhe xhelozia e tepruar. Kurse kjo ka qenë, domethënë, një xhelozi e pranueshme, që të vjen edhe për të qeshur, por edhe vuan se po të thotë diçka që nuk e përtyp dot, por aman edhe ëmbëlsinë e ka brenda, edhe ajo e mban më të mirë lidhjen. Di pse ta bëra pyetjen, se ju kam ndjekur diku që kishe bërë një pëlqim në një rrjet social të një vajze dhe në studio patët një lloj e vazhduat në një sens. Jo, po ajo ishte natyrshme, se ajo gazetaria, siç po më pyesni ju, ajo më pyeti, domethënë bëri pyetjen drejt për drejt. Grindeni ndonjëherë? Grindemi, thashun. Po deri sa ditë tha rrini, domethënë kështu që nuk flisim me njëri tjetrin. I thashun deri në 3 ditë. Më thamë, kur ka ndodhur grindja e fundit? I thashun, faleminderit që na ftove ti, se sot është dita e tretë, i thashun, që kishi, po pse tha ajo? Edhe ja shpjegova, ishte reale ajo, që një blogere, ajo është një vajzë që unë e njoh faktikisht, familjarisht, por është vajzë shumë e bukur, edhe ka nevojë për mbështetje, domethënë në kuptimin e mirë të fjalës. Ajo, edhe kur ajo hedh një foto, unë i jepja, domethënë i dhash një zemër.
I thash zemrën dhe kjo e pa zemrën, që kjo zemrë gjike dhe në kësaj, u mundova t'ja shpjegoja, por në këtë moment kur ajo vendosja e zemrës e kalon arsyetimin tim, nuk pranohet arsyetimi im, zemra është më e fuqishme se sa do arsyetoja unë. Edhe ajo më thosh hiqe, u thashe kam bërë, nuk e heq me, se ja dhash. Atë, edhe atje në studio filloj prap, i tha asaj drejtuesës emisionit që, po kjo nuk e heq akoma, tha, ja, dhe, i them tha hiqe, nuk e heq, dhe drejtuesja më tha mua, po gabim e ke tha, pse mos ta heqesh atë? Para njerë i thash që unë jam nga ta që, po e dhash tash u kthim mbrapa, nuk ka me, iku e po thash unë be tani, edhe nuk kthej me mbrapshu. Duke qenë se ju keni eksploruar në fakt shumë fusha, mundet të them që jeni një figurë shumë planshe, se jo vetëm në fushën e drejtësisë, po edhe në letërsi, edhe në histori, edhe në politikë, si që thatë, edhe në jetën shoqërore publike. Pra jeni një person që nuk ndaleni. E para si e gjën kohën, si e gjën frymëzimin, se edhe psikologjia e frymëzimit ndonjëherë është një çështje që na dominon dhe na vendos. Dhe tjetra, si e ka përballuar Nexhi gjithë këtë trysni se koha e saj është ajo që ikën. Pa. Ju jeni vetë e letrave dhe shkruani mirë, keni vepra, kështu që jam i bindur që më kuptoni edhe mua, më kuptoni shumë mirë. Që kur isha në klasën e 2 fillore, unë në klasën e 2 fillore kam filluar dhe kam lexuar klasikët, romanet e tyre. Tolstojnë, Balzac e tjera. Shumë herë. Do më thënë që në klasën e 2 edhe vazhdonja pastaja, kam vazhduar gjithë jeta ime ka qenë lexim. S'kam lënë vepër pa lexuar dhe gjeja më e shenjtë, më e shtrenjtë në familjen time, edhe në atë kohë, në atë regjim, por edhe sot ishte biblioteka. Edhe kam një bibliotekë shumë të pasur. Megjithëse më kanë dëmtuar rend, bie fjala në ngjarjet e 97-s, thuaj se ma thyen shtëpinë, kisha aty te garda, edhe më kanë marrë, domethënë, një numër të konsiderueshëm, domethënë të bibliotekës që ma masakruan. Por e rindërtova përsëri dhe pra libri ka qenë miku im më i mirë i jetës. Edhe kam patur stilin, domethënë në të lexuar, që jo vetëm lexonja, po edhe nënvizoja gjërat më të bukura, edhe në romane, kudo çdo lloj leximi unë në margjina. Po. Nënvizoja aty te kreshti, kush është më e bukur e këto. Dhe jo vetëm kaq, por ato që nënvizoja, pastaj i hidhja në fletoret mia. Edhe i kam në të gjithë klasikët, çka kam lexuar, gjërat më të bukura i kam si të konspektura, të hedhura, të marra prej saj. Kështu që e konsideroj, domethënë, kjo ka qenë gjëja më e vyer për mua dhe që jam formësuar, domethënë me një kulturë edhe të përgjithshme, po pastaj këtë gjë kam bërë edhe në profesionin tim, pra për në fushën juridike dhe jam një avokat që kam një emër edhe sot. Duke i kaluar, domethënë kështu, edhe me gradë shkencore e tjera. Por edhe me zhdhenjë që të shkruaj pastaja vetë. Edhe bie fjala e kam filluar që të shkruaj, kjo është në moshën 15 vjeç, unë shkruanja në gazetën Dra për e Çekan të Fierit. Ishte gazetë lokale. Shkruanja tema të ndryshme, me karakter të ndryshëm. Më ka pëlqyer shumë, sidomos humori. Dhe pastaja kam qenë një ndër bashkëpunëtorët, domethënë, më të ngushtë të Hostenit, revistës Hosteni. Por ishin pena të mrekullueshme që edhe mësonim nga njëri tjetri, se bie fjala ish drejtori Agolli, Niko Nikolla kryeredaktor, Qamil Buxheli, Filip Çakuli pak më vonë, domethënë, e kështu me tërë këta pa përjashtim, unë kam punuar tek Hosteni, domethënë, kështu që shkruanja bënja dhe kam marrë çmime në Hosteni. Madje është e bukur se tek Hosteni kishja, domethënë, pseudonimin Ido Manekuta. Ido Idajet.
Mane më quajnë baban, Kuta është fshat i lindjes time, Ido Mane Kuta. Këta horrat e sotëm, thonë Ido Mane Kuta, thotë, është pseudonimi i bashkëpunëtorit sigurimit shtetit. Do dhe unë kam qenë me pseudonimin në sigurimi shtetit Ido Mane Kuta. Janë aq të rrjedhur nga trut, sa nuk e kuptojnë që kryetari i gjykatës, ose t'ishe antari partisë punës, e kishe ndaluar me ligj t'ishe bashkëpunëtori i sigurimit shtetit, zbeshe kurrë në kurrë, dhe donje ti. Kishe vullnetar ti, e thoshe të lutesh e të benje, ishe ndaluar ligjërisht, nuk beshe do të kurrë bashkëpunëtor. Sa u detyrova pasaj me gjithë thoshin Ido Mane Kuta, që unë kisha marrë çmimet e Kosteni, edhe vajtë thash këtyre autoritetit dosjeve, i thash, dua të hapni dosjen time, kam qenë unë bashkëpunëtor i sigurimit shtetit, apo nuk kam qenë, më kanë, do më thënë, kam ndjekur njëria qysha tek apo jo, apo më kanë ndjekur. Edhe më dhanë atë, është me vendim, po është edhe botuar ajo, se ata i botojnë tëra vendimet, autoritetit dosjeve, do më thënë, këtu të sigurimit. Atje, edhe thonë, jo vetëm nuk e qenë, po më thonë, ke qenë i përndjekur, do më thënë, veti, sigurimit ndikte. Do më thënë, ku do, ku ashtu, ku shkonje, ku benje e tjera, e kishe informatori na mrapa. Edhe, pra, në revistën Osteni kam qenë, në gazetën Zeri Popullit atërshmi nuk ishe kollaj të shkruaje, sepse kuptohesh çfarë gazete ishte, me çfarë niveli, organi Komitetit Qendror, atje kam botuar, domethënë vazhdimisht edhe në të edhe në gjitha, domethënë këto. Kështu që këtu e kam, domethënë e kam gjetur veten në këtë drejtim, po pastaja punën e kam patur gjithmonë, domethënë e kam patur gjën parësore. Çdo lloj detyre që më është dhënë në këtë jetë, kam dashur që t'i kisha vlerësimet maksimale. Domethënë të mos kish tjetër të parë mbi mua. Edhe këtë, domethënë qëllim në vetvete, jo për kështu, por gjithmonë në aspektin që pse unë i kam mundësitë. Pse? Domethënë mos t'jem kudo të shkëlqej, kudo që t'jem. Dhe sekreti i gjithë kësaja, më thënë është te koha. Koha duhet shfrytzuar. Ndash besoje, ndash mos e beso, po deshe ke dëshmitare Nexhin, mund ta pyesësh, atë që unë maksimalja 4 orë fle. Dhe pastaja bie fjala, mbaroj 4-5 gjyqe në ditë që bëj, duhet përgatitur 4 gjyqe. Në 4 orë shin fle vetëm 4 orë? Po. Dhe do vi ditën e nesërme do përgatiten 4 dosjet e tjera. Po krahas asaj duhen shkruar libra. Kam bërë 15 vëllime të kombit. 15 vëllime ke parasysh, domethënë, sa janë që kam zier. Voluminoze. Që janë botuar 15 vëllime. Plus ribashkimi i Shqipërisë që është një vepër tjetër. Plus pafajësitë e mia që kam shpjeguar këto që si është e vërteta për këto që unë jam i dënuar në tërë vendet e botës sipas këtyre horrave të Saliut. Pafajësitë e mia. Plus Shqipëria ime që është një libër që do t'ua jap edhe juve, ata se jam i bindur që aty do më njohësh më mirë një pjesë të jetës time nëpërmjet atij libri. Pra, plus pastaj që të futesh në kompjuterin tim, mund të jenë, nuk e egzagjeroj, po mira faqe, që presin radhën, nuk e kam kohën më shumë në këto gjyqe që më hanë goxha kohë, që ti nxjerr domethënë në dritë dhe ato që shkruaj shumë. Por, domethënë, gjumin e kam 4 orë i kam të bollshme, edhe thuaj se punoj, kompjuteri është bërë kështu alati im i natyrshëm, mi i shkëlqyeri. Edhe nuk përtoj për asnjë lloj gjëje, edhe në këto veprimtarit, e kuptoni, partia do kohën e vet, gjyqet mos e diskutoj që janë planifikuara dhe do kohën e vet, domethënë çdo lloj gjëje, edhe shoqatat jam pjesë e tyre, bie fjala kryetari i shoqatës Mallakastra, ka aktivitetet të vazhdueshme e tjera. Kam forumin e avokatëve për drejtësi, jam kryetari atij forumit, avokatëve për drejtësi, do kohën e vet.
gjendet. Dita në njerë duket sigurisht është ajo, nuk e di e ke dëgjuar, është një këngë bukur, Labe, domethënë e këndojnë lebrit shumë bukur atë. Edhe hajde thot ai, domethënë të bëhemi tap thot, sot pim, domethënë të bëhemi tap sepse jeta është e shkurtër thot, po dita është e gjatë. Kështu që mua, unë kape pas ditës, nuk kam pas, edhe dita me të vërtet ka goxha kohë për të marrë me gjitha këto lloj aktivitete. Ke bërë një bilanc sa gjyqe ke fituar dhe sa ke humbur? Jam shumë i suksesshëm, edhe këtë e them pa modesti, jam shumë i suksesshëm në gjykime, humbjet janë shumë të pakta, por edhe në rast se, domethënë, bilanci mund të jetë 10% humbje, 90% janë fitim, por në këtë 10% që quhen humbje, me profesionalizëm e them këtë gjë, në rast se nuk do kemi gjykata të korruptuara, domethënë, maksimumi 3-4% mund ta kem firon, që nuk e kam trajtuar ashtu siç duhet unë vetë, se të tjera domethënë nuk fal në këtë drejtim në profesion, sidomos në çështjet penale, por edhe në çështjet civile. Ka një gjë që kam qenë kryetar gjykate vetë. Nga ana tjetër, jo vetëm kryetar gjykate, por edhe kryetar i Këshillit Gjyqësor, që sot quhen gjykata apeli, kryetari i tyre, i këtij Këshilli Gjyqësor. Dhe në Këshillin Gjyqësor kam patur gjyqtar të nivelit lartë, edhe antar të gjykatës lartë, jo Viktor Konomi, jo Zja Vuci, jo, domethënë emra të mrekullueshëm të drejtësisë shqiptare të gjyqësorit, shqiptar domethënë, apo Alex Varfi, edhe goxha të tjerë, kam arritur që ta di kush fitohet edhe kush humbet në gjykimet. Dhe kur më vinë, domethënë, klientët, e kam këtë që nuk u them dot, siç thon, sidomos ta brezi i ri, të cilët janë të fandaksur, do thoshja unë, sepse bëjnë shesh me lule të gjitha, duan vetëm që të marrin lekët, dhe mbasi marrin lekët, pastaja fillimisht kur marrin lekët thonë e ketë fituar, mos çaj kokën. Unë askujt nuk i them që e ketë fituar kur ai nuk fitohet. Po i them, ti me këto prova që ke, mos u fut kot se ketë humbur këtë çështje. Ata më shumë besojnë, disa nga ata gënjeshtrën se sa të vërtetën. Edhe vjen atje ku i gënjejnë. Pastaj në fund kur humbasin e lekët, i kanë paguar kot dhe kanë humbur gjyqin, vinë e thonë, ti na the, po nuk të dëgjuam. Kështu që, domethënë, ato në profesion, domethënë, të avokatit jam i suksesshëm. Dhe në fund, si mendon për çfarë do të mbajnë mend Hidayet Beqiri pas 100 vjetësh kur të mos jesh? Jam i bindur që do të më mbajnë mend shumë punë, domethënë, shumë veprimtari, shumë kam kaluar në këtë jetë. Sigurisht u thash juve, një pjesë, e kuptohet, jeta ime ka, domethënë, ka edhe ngjitje, edhe drama nga më të rendat. Një rrugë, po kam përshtypjen që do ketë një episod tjetër. Po, edhe domethënë jetë e mbushur me lloj gjërash, sa fëmijët këtë më bëjnë vërejtje, më thonë, shkruaj jetën tënde sepse jemi të bindur që do të jetë interesante për çdo kënd, do të jetë interesante, se me të vërtet ka ngjarje të shumta të përvitshme, sepse edhe vetë natyra ime ka qenë e tillë që duke punuar kaq shumë, duke u aktivizuar në çdo lloj drejtimi, duke u përballur me çdo lloj rrymë e me çdo lloj njeriu të mirë apo të keq në këtë vend, edhe duke mos e kursyer përgjigjet për cilin do, por gjithmonë përgjigje me të vërtetën, me atë që është objektive, me atë që është e ndershme, dhe kjo shumë njerëzve nuk u pëlqen dhe të kundërvihen, dhe unë e kam përballuar këto kundërvendje dhe nuk jam të rrequr ndonjëherë, por që do mbahem mend, jam i bindur, do mbahem mend për qëndrimet që kam mbajtur për çështjen kombëtare shqiptare. Në këtë fushë, sidomos
me krijimin e Partisë Unitetit Kombëtar, në 10 janar të 1991, që mora një grup nismëtarësh, i zgjodha adetar të shkëlqyer, kam parasysh domethënë Çamëria, djalin e Davut Hoxhës, e keni parasysh që u bë lufta italo-greke dhe shkaku gjet Davut Hoxha Çami, atje për atë luftë, djalin e tija, apo në Kosova, domethënë figura të mrekullueshme, domethënë që ishin në Malizi, në Maqedonia, shqiptar gjithmonë këta, që krijuam Partinë e Unitetit Kombëtar me një program shumë të thjeshtë. Shqipëria ka qenë 84.000 km2, nga Nishi edhe deri në Gjirinë e Artës. Dhe ne, domethënë, Partia e Unitetit Kombëtar ka si qëllim që këto territore t'i bëjmë një dhe gjithë shqiptarët të kenë një shtet vetëm kombëtar me kryeqytet Tiranën dhe të jenë të bashkuara. Këto. Dhe në këtë drejtim, domethënë, kam punuar shumë. Kur shtronim ne problemin në 91-shin të Kosovës dhe që pastaj bëm një ser, edhe jam i bindur që ato janë histori e gjallë, që bëm kuvendin, domethënë, një kuvend të madh para kuvendor këtu në Tiranë me figurat më të shquara të kombit shqiptar, intelektual, të gjitha fushave, në të gjitha hapësirat shqiptare, duke aktivizuar atëherë dhe figura të tilla që po të marrësh librin Kombi dhe unë do t'ua jap një kolan të 15 vëllimet, tuaja dhe të shikosh, domethënë, marrëdhëniet e mia me Arshi Pipën, me Martin Camaj, me figura të tilla që ishin në botë, po adetar të shkëlqyer që i afruan për çështjen kombëtare, për bashkimin e kombit shqiptar, që i bën pjesë të gazetës. Shumë interesuar të di. Po me Recep Qosjen, me Agim Vincën, me disa nga këta kam parë që i keni dhe juve, i ke miqe dhe i ke takuar ata, i ke takuar edhe kur keni patur panajire, librash e tjera, se u kam ndjekur juve unë vazhdimisht, edhe arritëm pastaj që në drejtimin tim, megjithse isha më i riu i tyre dhe që je bashkova lëvizjes për bashkimin kombëtar rreth Partisë së Unitetit Kombëtar, drejtorova Gollin, Qamil Buxhelin, figura Zia Xholin, gjithta intelektualët e tjerë, Recep Qosjen, po se thash Agim Vincën, Bari Briskun, Kristaq Priftin këtu në Tiranë, Arben Puton, Në fakt, Alfred Uçin, këta artistët më të mëdhenj, Kadir Roshin e kisha nën kryetar, Recep Mejdanin, që u bë dhe president e kisha nën kryetar. Të gjithë pa përjashtim, arritëm të bënim një tërvez të rumbullakët në kulmin e regjimit fashist, do thoshe unë, në Maqedoni, ne bëm në Tetovë, në hundën e tyre, Tetova 1, Tetova 2, me Ukshin Hotin, domethënë bashkëkryetar unë me ta. Mbledhje para kuvendore të Tiranës, bëm kuvendin e madh kombëtar, se s'na lindte Saliu këtu me shikun e vet që ta bënim kuvendin e bashkimit, e bëm në Stamboll të Turqisë në 95-ën. Dhe atje hodhëm idet, hodhëm platformën për të ngritur ushtria çlirimtare e Kosovës, për të formësuar ajo që të luftonte për çlirimin e Kosovës. Dhe pastaj, se çfarë kontributi kam dhënë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, jo vetëm këtu në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, por në gjithë diasporën shqiptare, pastaj më vonë, kur e pam që nuk u bashkua kombi dhe na ngeli Maqedonia më vete edhe Kosova e mori, domethënë mendoj ta merrte pavarësinë, filluam një luftë të re me armatën kombëtare shqiptare dhe unë isha udhëheqësi politik i asaj armate, që edhe atëherë domethënë pata atë arrestimin e famshëm në Gjermani, që edhe me duar të lidhura e putha tokën aty, edhe mora pafajësim pastaj, kuptohet këtu se shteti shqiptar nuk dënonte ata që luftojnë për bashkimin kombëtar shqiptar, po kjo do të jetë periudha që unë vlerësoj që këta detari, këtë patriotizëm, të kuptimin e vërtet të fjalës, kjo do ngelet sepse është edhe në të gjitha librat, është edhe në të gjitha emisionet ndryshme televizive e tjera, është një histori që mua më nderon. I beson vizionit të Shqipërisë madhe? Mendon që një ditë do të ndodhë realisht? Po, i besoj shumë. I besoj shumë edhe jam i bindur që hap pas hapi, kuptohet, nuk do bëhet me njëherë,
ajo ka vështirësitë e veta, po ja që Kosovën e muarëm, domethënë edhe nuk është, ajo ishte pjesa e luanit në zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare, por edhe futja në Bashkimin Evropian do ketë disa përparësi të saj, sepse në fund të fundit reciprociteti do të funksionojë dhe do të dim si të punojmë, edhe shteti shqiptar, që të paktën çështjen çame ta zgjidhim, sepse jo vetëm janë trojet tona, është trualli ynë, janë pasuritë tona, por minimumi çamë t'i gëzojnë, të kthehen kush do të kthehet atje në truallin e vet, edhe fillimisht le të kenë aq drejta, sa ka minoriteti grek në Shqipëri, aq le të kenë edhe këta shqiptarët atje, që të kthehen në varret e të parëve, në shtëpitë e tyre që kanë patur, arvanitasit njëkohësisht, atje të kenë ata komunitetin e tyre, edhe të gëzojnë të drejtin e gjuhës, të shkollave, të radio, televizioneve në gjuhën shqipe e tjera me radhë, jam i bindur që në kuadrin e Bashkimit Evropian do ketë avancime në këtë drejtim, sikurse jam i bindur që edhe çështja e shqiptarëve në Maqedoni, edhe Presheu, Bujanovës, Medvegjës, janë në rrugën e zgjidhur, janë trualli ynë, është gjaku ynë, do bëhemi bashkë. Të falenderoj shumë. Ishte një bisedë dhe sinqert, besoj. Po. Dhe të lash të flisje gjatë, sepse e ndjeva që kishte edhe dinamik brenda, kishte edhe pasion, kishte edhe rrëfim, të gjitha ato që unë në fakt i kërkoj gjithkohën tek të ftuar. Faleminderit, edhe unë nuk mbajt asnjë rezervë, nuk u mundova t'i lëmoja gjërat edhe të thonja nga ato që nuk kanë ndodhur, pra u fola me shumë sinqeritet edhe kam natyrë, domethënë këtë të sinqeritetit, pa patur frikë, se na njerë thonë që sinqeriteti i tepërt edhe merr goditje, por goditja ka dhe kundër goditjen, edhe ndërtohen pasaj raportet, kështu që edhe unë ju falenderoj shumë edhe për mundësinë që më dhatë, edhe për mënyrën si e drejtuat bisedën, edhe për pyetjet shumë kuptim plote, edhe të bukura që më bëtë. Faleminderit. Miq të dashur, ishim me Idajet Beqirin, shumë faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.